dashur sigurisht një emër që e keni mësuar, madje jo vetëm emrin, por edhe nuancat Irena, Maneku, Gjoka, Shpata dhe pseudonimet e saj. Do të flasim me Adriana Kalan, sigurisht një mikesh, gati personale, mund të konsiderohet për aq sa është marrë. Mirëmëngjes Adriana Kalan, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Tani më ndodhemi para një tjetër ngërçi të ngjashëm me atë të Belinda Vallukut. Si fillim mirë, faleminderit për dosjen modeste që keni marrë me vete. Nuk e di, duket sigurisht gjithë arkiva e letrave të Kafe Shqetët për vitin e fundit kanë vetëm për Irenën të gjitha? Kjo është një nga 12 dosjet e Irenës. Ka dhe 12 si kjo? Ka dhe 11 të tjera si kjo. Okej. Dhe janë të atashuara vetëm me emrin e Irenës, sepse Irena, megjithse kjo kronik ishte shumë korrekte në të gjitha drejtimet, Është më keq se kaq? Është shumë më keq se kaq. Kështu që Azanit Saushi nuk ka 12 dosje kaq voluminoze. Po, prandaj thashun që vetëm desha të korrektoj pak kur thej që gjyqtarja më famoze në Shqipëri, famkeqe, patjetër, në kuptimin e keq fjalës. Unë do thoja që edhe në botën e tretë nuk mund gjesh një gjyqtare në gjykatën më të rëndësishme në vend që të ketë këtë të kaluar kriminale. Kriminale. Dhe është patjetër kriminale, sepse do kemi kohë edhe sot gjatë emisionit, por edhe në ditët në vijim. Kam nevojë të bëj një sqarim për publikun që po na ndjek në këto momente. Ka pasur disa njerëz që e kanë mbrojtur publikisht Irena Gjokën. I kemi ftuar të gjithë ata njerëzit. Që të kishim një përballje nëse është e përshtatshme për të qenë në detyrë zonja Gjoka apo veprimtaria dhe bëmat e saj dhe provat e gjurmët që ajo ka lënë e bëjnë të papërshtatshme për të qenë më gjykatëse brenda sistemit. Një pjesë e tyre fillimisht e kanë pranuar ftesën, më pas me arsye të ndryshme vim në një moment ku janë tërhequr të gjithë nga mbrojtja, sigurisht përveç Irenës që nuk donte që në fillim të bënte këtë punë. Tani zonja Kalaja, vim pak tek Irena Gjoka dhe justifikimet që kanë qarkulluar për dënimin e parë në Greqi. Nuk dinte gjë, nuk vlen, nuk ka pasoja juridike në Shqipëri dhe disa të ngjashme si kjo, apo jo? Atëre, gjithë parashtrimi i Irenës përpara KLG-s është bërë publike nga këta sharlatanët, disa avokat, disa kategoria e Arjan Currit, e Bert Meçës. Edhe Arjani? Po e them si kategori, po e përmjet. Si grupim. Kur përmend to emra, publiku e kupton se çfarë përfaqësojnë. Kështu që këto janë të gjithë që marrin urdhra dhe pagesë nga Irena Gjoka, Shpata Maneku. Se dim që marrin dhe pagesë. Po nuk janë në këtë nivel që ato të dalin dhe të bëjnë gjëra falas. Unë po marr vetëm rastin e personit që ka refuzuar ftesën sot. Në fakt, mua nuk më surprizon refuzimi i ftesës, realisht... Ftesa nuk do i përmendim. Jo, unë kam ardhur me mendimin që do bëj debat me një person. Dhe po ta shikoni, pra, unë kur nuk godas në brez, po të marr vetëm një paralelizëm, nuk e di nëse keni parë ndonjë denoncim apo reagim mbas arrestimit të Erion Veliajt. Unë si qytetare, aty e mbaroj detyrën time. E lam gjithë në hallën e vet me drejtësinë. Le të vazhdoj punët e veta me drejtësinë. Pra, unë nuk godas njeri kur është i shtrirë në takë. Në rastin konkret, unë e bëra statusin brëm, statusi im është publik, dhe unë, ajo më shqetësonte, nuk më shqetëson tërheqja sot, madje unë e komplimentoj personin që është tërhequr sot. Mua më shqetësonte kur ajo që kanë këto, për të mbrojtur një kriminale dhe të pambrojtshme. Tani, nisur nga statusi i avokatit Alfred Balla, që unë s'kam asnjë lloj kompleksi ta them, është në të drejtën e tij të mbrojë këtë doj. Ish kreu i KLP-s, kam patur dhe korespondenca private me zotin Balla. Këto nuk do t'i them. Nëse do ishte prezent, do ta pyesja dhe në rast refuzimi unë do të nxirja komunikimin tim personal me atë. Kështu që unë nuk jam nga ato njerëz që të sulmoj tani Alfred Ballën. Unë të thash, Alfred Balla nuk ka lidhje me këtë histori, as sharlatanët e tjerë, sepse në këtë histori fillon dhe mbaron me një kriminale si Irena me 3 mbiemra.
Ti filloj me radhë argumentat që edhe publiku pastaj do të flas pak për rolin e Alfred Ballës dhe kam ja dy surprizat të kemi objekt të temës. Lidhja. Pra, e para njërë është konflikt interesi së është Kushuriri, Irena Gjokës. Që këtu fillon problematika që nuk është i vërtet në ato çfarë thot. E dyta, ka pohuar që nuk e ka iden fare të rastit. Por, po e bën këtë shërbim për shkak të kësaj marrëdhënie fare fisnore. Dhe e treta, kam qef ta lënë në fund të emisionit, një surprizë. Të filloj me radhë.